Ju falenderit, Zoti Kristus. Nderuar kryetari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Zoti Cox. Nderuar nënkryetari i Qeverisë, Zoti Mariç. Të nderuar deputet, të nderuar pjesëmarrës. Më paraqet nder dhe kënaqësi të veçantë që në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, që uroj mirëseardhje në këtë konferencë për promovimin e perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor, që organizojmë së bashku me partnerin ton, Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Pikërisht Këshilli i Evropës ishte organizata përmes së cilës filloi integrimi ynë evropian dhe euroatlantik dhe me ekspertizën dhe instrumentet e së cilës punonim në arritjen e standardeve evropiane në fushën e sundimit të së drejtës, demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Në samitin e parë, Bashkimi Evropian, Ballkani Perëndimor, i cili u mbajt para 20 viteve në Selanik, u konkludua se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të bëhen pjesë integrale e Bashkimit Evropian, pasi të përmbushin kriteret e vendosura të Kopenhagës. Prej atëherë, u ballafaquam me një numër të madh të sfidave, por arritëm edhe shumë sukses. E kishim do e mos të marrim vendime të rënda, të bindur se e bëjmë zgjedhjen e drejtë për ardhmërinë e vendit. Marrëveshja e Prespës prej vitit 2018 ishte një nga ato vendime me të cilën u mënjanua pengesa për integrimin tonë euroatlantik dhe në mars të vitit 2020 u bëm antari i 30 të NATO-s. Republika e Maqedonisë së Veriut është pjesë e mburojës së sigurisë së aleancës më të fuqishme ushtarake në botë dhe faktor stabiliteti në rajon. Si vend, mbesim të përkushtuar edhe në implementimin e mëtejshëm të marrëveshjes për miqësi, fqinësi të mirë dhe bashkëpunim me Bullgarinë në vitin 2017 dhe presim vullnet të sinqert nga të dyja palët për afrimin dhe ndërtimin e besimit në zgjidhjen e çështjeve bilaterale. Tani, pas 17 vite shpritje, hyjmë në fazën finale të procesit të aderimit. E filluam skriningun me Bashkimin Evropian dhe tashmë jemi në një fazë të avancuar e të gjitha raportet e drejtanishme janë pozitive. Para vetes kemi edhe një sfidë dhe kjo është ndryshimi i kushtetutës me qëllim që të vazhdojmë me negociatat sipas klasterëve, për të cilat presim se do të imponojnë një ritëm të përshpejtuar të reformave. Konsideroj se tani është koha e vërtet që të gjitha partitë politike të cilat në programet e vetë zotohen për eurointegrim të demonstrojnë përkushtimin e vetë në vepër. Të nderuar pjesëmarrës, Kuvendi është institucioni kryesor për demokratizimin e shoqërisë dhe të gjitha aktivitetet e përmbajnë në vete dhe dimenzionin parlamentar. Përmes tij shprehet vullneti i qytetarëve dhe bëhet mbikëqyrja dhe kontrolli i pushtetit ekzekutiv në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Punojmë me përkushtim në harmonizimin me legjislacionin evropian në fushën e të drejtave të njerëzit, demokracisë dhe sundimit të së drejtës për përmbushjen e synimit të qytetarëve për integrim në Bashkimin Evropian. Në këtë rrugë tonë, Këshilli i Evropës është partneri ynë i çmuar dhe mbështetje e fuqishme. Paralelisht me përmbushjen e agjendës evropiane, si vend përpiqemi të mbesim shembull pozitiv për marrëdhëniet e mira fqinësore përmes krijimit të partneriteteve afatgjate. Marrëdhëniet e mira fqinësore dhe roli aktiv në bashkëpunimin rajonal janë përcaktimi një strategjik afatgjat dhe konfirmim i kësaj janë përpjekjet tona për avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe zgjedhjes së çështjeve të hapura me fqinjet përmes dialogut, mirëkuptimit dhe kompromisit.